Partia Demokratike ka reaguar pas qëndrimit të kryeministrit Edi Rama për çështjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një deklaratë për media, PD akuzoi kryeministrin Edi Rama se po bllokon shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Sipas partisë më të madhe të opozitës, ky është një akt fuqist dhe antikushtetues. Me këtë akt fuqist dhe antikushtetues, Edi Rama jo vetëm bllokon pushtetin gjyqësor, por merr gjithashtu pushtetin e parlamentit duke asgjësuar de facto këtë institucion, pasi rregulloria detyron në parlamentin dhe Këshillin për imunitetin të shqyrtojë menjëherë kërkesën e prokurorisë, deklaroi Partia Demokratike. Sipas opozitës, kjo është një përpjekje e hapur për të krijuar kushte zëvendës kryeministres Balluku që të prish fsheh dhe të manipulojë çdo provë. Partia Demokratike u bëri apel qytetarëve të i bashkohen opozitës e të protestojnë të hënën kundër korrupsionit të qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama.